kundër Izraelit. E thënë kjo, ka një debat të madh mbi veprimet e Izraelit në Gaza dhe veprimet e Izraelit në Iran. Veprimet e Izraelit në Iran janë veprime që janë detyruar nga qëndrimet e Iranit, ndërkohë që veprimet e Izraelit në Gaza besoj që kanë shkuar përtej të drejtës së Izraelit për vetëmbrojtje. Dhe debati i madh ka qenë këtu që kush është tia që ndan të drejtën e Izraelit për vetëmbrojtje dhe veprimet in extremis duke sjellë shkatrime dhe pasojë mbi jetët të civilëve dhe sidomos personave të pambrojtur në konflikt, grabe dhe fëmijë. Gjykata penale ndërkombëtare ka hapur një çështje dhe kryeministri izraelit është person në hetim dhe ka një urdhër arresti për të. Përsëri, këtu ka qëndrime të ndryshme, nga palë të ndryshme. Ajo që duhet të them unë është që askush nuk është konsistent në mbrojtjen e të drejtës ndërkombëtare. Fatkeqësisht, struktura ose institucioni kryesor i drejtës ndërkombëtare, Këshilli i Sigurimit të OKB-s është tërësisht jo funksional, sepse anëtarët e Këshillit të Sigurimit të OKB-s mbajnë qëndrime që nuk shkojnë në interes të pastër të drejtës ndërkombëtare, por shkojnë në interes të shtetit të vetë. Marrim rastin e Rusisë. Rusia është anëtare e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Supozohet të jetë garantues i paqes në botë, ndërkohë që është vetë është një shtet që ka sulmuar ushtarakisht një shtet tjetër dhe kërkon ta pushtojë. Kështu që në këto aspekte të gjithë janë në një mënyrë në një tjetër, në një fazë apo në një tjetër, të gjithë janë në shkelje të drejtës ndërkombëtare. Gjithë janë fajtor në një mënyrë ose një tjetër. Ave, kur kemi parasysh këtë situatë të krijuar, ne kujtojmë gjithashtu edhe atë lloj deklarate ose atë lloj garancie që na erdhi nga presidenti amerikan Donald Trump në fund të kësaj jave, pra diku rreth të premtes ose diçka më herët, kur ai tha se nuk do të ketë asnjë ndërhyrje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra asnjë sulm ndaj Iranit përpara një afati 2 javor. Kjo la të kuptoj faktin që do të kishte negociata dhe me shumë gjasa do të arrijej në një zhvillim pozitiv, pra në një dorëzim në farë mënyre të Iranit së bashku me fuqinë e tij bërthamore në këtë rast. Çfarë ndodhi? Çfarë kuptojmë ne nga kjo mënyrë e ndërhyrjes amerikane? Unë besoj që në atë kohë ka qenë marrë vendimi për ndërhyrje, kanë qenë bërë përgatitjet. Ato ishin lëvizje taktike pastaj, por ajo çfarë u pa, një gjë ishte e qartë, që Shtetet Bashkuara të Amerikës kishin vendosur që Irani të mos lejojë të zhvillonte armën bërthamore. Dhe presidenti Trump me drejt vendosi në tavolinë para shtetit të Iranit dy alternativa. Ose ulemi dhe bisedojmë dhe bijem dakord, ose do detyrohem të ju ndaloj. Dhe ka pasur bisedime, ka pasur edhe negociata. Irani vazhdoi me fortësi, në një kohë që vazhdonte negociatat me qeverinë, sepse negociatat kanë vazhduar në Katar me qeverinë e bashkuar, me Shtetet Bashkuara të Amerikës deri para pak ditësh, ndërkohë që vazhdonte me programin e vet. Pak ditë para sulmit pati një ndërhyrje të disa vende të Bashkimit Evropian, të cilët bashkë me përfaqësuesin e lartë për politikë të jashtme u takuan në Gjenevë me ministrin e jashtëm të Iranit, por fatkeqësisht Bashkimi Evropian dhe Shtetet Evropiane janë irelevante. Edhe për sa i përket Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe për sa i përket Iranit. Ka një element që është përmendur dje dhe sot, nuk e di sa i vërtet është, por disa burime e kanë dhënë që presidenti Trump përpara sulmit i ka kërkuar presidentit turk Erdogan që të negociojë me qeverinë e Iranit dhe ishte i gatshëm që të dërgonte zëvendës presidentin në Stamboll për të takuar me presidentin iranian dje, flas për dje. Si një përpjekje e fundit për të ndaluar, madje thuhet që e ka shprehur gatishmërinë që shkonte vetë në Stamboll të takojnë nëse ishte nevojshme edhe me vetë liderin iranian Ayatollahun. Ajo çfarë thuhet është që kjo kërkesë i është paraqitur
nga presidenti Erdogan, është paraqitur presidentit iranian, i cili më vonë pastaj ka dhënë përgjigje që lideri iranian Khamenei është në bunker dhe nuk arrin të marrin kontakt me të. Pra të ka ngelur pa përgjigje. Ky është një pretendim që është dhënë nga disa burime dhe burime serioze. Nuk e di sa e vërtet është, por kemi parë që presidenti Trump është munduar në maksimum që të shmang këtë ndërhyrje. Pra ti thua që po, se për atë po kritikohet, nëse kritika këtu qëndron tani. Mënyra se si ka vepruar, ato pastaj janë taktika që i kanë lënë hapësirë veprimit të beft në mënyrë që të kishte më pak pasojë, dhe që është e vërteta, nëse ka diçka për që vije tre është që pavarësisht se operacioni ushtarak ajror ka qenë një ndër operacionet më spektakolare në fushën e luftës ajrore, para kemi asnjë viktim. Po. Nuk është bërë qartë që nuk ka viktima as në Iran nga ky sulm, dhe forcat ushtarake nuk kanë asnjë viktim. Pra është një operacion i pastër kirurgjikal për të nxjerrë jashtë përdorimit 3 kantiere, po themi, kur Irani i përdorte për zhvilluar armën e tyre bërthamore. Ky rrezik është larguar tashmë sipas vetë administratës amerikane, dhe menjëherë pas kësaj presidenti Trump ka dalë në konferencë për shtypje dhe ka kërkuar që palët ulin dhe të lihet hapësirë përsëri diplomacisë. Po, dhe në fakt, dëmtimi ose dëmi i shkaktuar, se fillimisht u tha që të paktën në një nga bazat nuk kishte asnjë lloj dëmtimi domethënës për shkak se ishin zhvendosur gjithçka që kishte brenda, po pastaj ishte vetë presidenti iranian që pak orë më vonë do saktësonte se ka pasur dëmtim domethënës në këto baza. Kjo na konfirmuan dhe nga vetë Irani thënë këtë. Ti the një nga operacionet më spektakolare, do doja t'jepnim pak më shumë informacion për publikun. Pse quhet i tillë ky sotmi? Po se po pyes, po i drejtojmë dikujt që i njeh shumë mirë çështjet e sigurisë. Po sepse askush nuk e ka ditur që, domethënë, dje të gjithë kanë dyshuar që do ketë një reagim nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nuk e kanë ditur për kohën, nuk kanë qenë shumë të sigurt se do ketë sulm ajror. Shtetet e gjirit nuk është kërkuar ndihmë. Luftaniet amerikane në linjën e mesme, në ndetin mesdhe, janë afruar, por nuk kanë qenë ato lloj avionësh që mund të hedhin ato lloj bombash për të kryer misionin e tyre. Është vetëm një lloj avioni B2. Janë avion që udhtojnë, fluturojnë në grup, duhet fluturojnë në lartësi të mëdha, janë të padukshme, fluturojnë avash për shkak të ngarkesës, duhet të furnizohen disa herë në ajër, dhe ajo që ka ndodhur është që avionet janë ngritur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka pasur një lëvizje spektakolare, sepse 6 avion janë ngritur dhe kanë udhëtuar nga perëndimi i Shtetet Bashkuara të Amerikës, i kanë rënë paqësorit kryeqytetarë janë futur nga Azia dhe është menduar që ata janë avionët që do vinin nga deti paqësor, do fluturonin mbi Indi, po mbi Oqeanin Indian dhe do sulmonin. Në fakt ata nuk ishin atë punë ishin për kamuflim. Avionet që kanë goditur kanë fluturuar mbi Atlantik, mbi Europë, në linjën e mesme, mbi Iran, kanë goditur dhe janë kthyer përsëri pa ndaluar 37 orë fluturim. Kështu që në këtë aspekt, Shtetet Bashkuara të Amerikës treguan që këto operacion janë vetëm ata, dhe diferenca midis fuqisë ajrore të Shtetit Bashkuar të Amerikës krahasuar me shtetet e tjera, Rusinë, Kinë, është e pamashme, është e pakapshme, dhe në një farë mënyrë ishte edhe një shfaqje e fuqisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe ndaj konkurrentëve të tjerë, siç janë edhe Rusia edhe Kina. Në një aspekt, në aspektin ushtarak, konsiderohet si një operacion spektakolar i pandodhur më përpara, ku ke parasysh planifikimi, logjistika, gjithçka që duhet përgatitet për ta bërë të mundshme.
Goditja ka qenë, si që thash, kirurgjikale, është goditur aty ku duhet të goditur, nuk ka pasur asnjë dëm kolateral, as viktima në njerëz. Kanë kryer misionin dhe janë kthyer, pa e ditur kurse kur erdhen, kur goditën dhe kur ikën. Ka qenë thjesht njoftimi i presidentit Trump, i cili ka njoftuar pasi avionet janë larguar nga hapësira ajrore e Iranit, pra pasi kanë qenë jashtë rrezik, i cili shkroi një status në